Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë me 57 vota pro, 11 kundër dhe 6 abstenime. Eurodeputetët përshëndesin synimin për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027 dhe nxisin për shpejtimin e reformave. Theksohet konsensusi politik, mbështetja publike për Bashkimin Evropian dhe përputhja e plotë me politikën e jashtme të Unionit. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot nisjen e një faze të re për Korporatën Shqiptare të Investimeve përmes transformimit të ish rezidencave qeveritare që aktualisht nuk përdoren. Sot ne hapim një tjetër nga kapitujt e punës Korporatës Shqiptare të Investimeve, kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikurshme qeveritare, të cilat prej shumë kohësh kanë mbetur në një limbo si rezultat i mos përdorimit të tyre për shkak të humbjes së funksionit faktikisht. Praktikisht shikojmë potencialin e madh që ka vënia në shfrytëzim e aseteve shtetërore për ta përfshirë publikun përmes shtetit si një palë interesuar, duke ndryshuar praktikisht hapashapi dhe formulat e ndërveprimit me privatin. Sali Berisha bashkë me antarë të Partisë Demokratike zhvilloi një takim me Richard Kols, antar i Parlamentit Evropian nga grupi ECR. Berisha është shprehur gjatë takimit për atë që e quan farsë elektorale për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri. Ndërkohë eurodeputeti Richard Kols u shpreh mirë informuar për zhvillimet në vendin tonë dhe shfaqi interes për ndjekjen e problematikës të cilat ka përcjell kufitë e Shqipërisë. 229 kuti në të gjithë vendin do t'i nënshtrohen edhe një herë numërimit pas kërkesës së opozitës dhe pretendimeve se mungoi 139.000 fletë votimi. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve me kërkesë të dy antarëve Ledio Brau dhe Elvis Cefa vendosi që të hapin 229 kuti në të gjithë vendin, ku raportimi për fletë të papërdorura ka qenë 0. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Policia ka ekzekutuar masa sigurie për 4 persona të dyshuar për falimentimin e qëllimshëm të 7 fasonerive në Elbasan me synim shmangjen e detyrimeve tatimore. 3 prej tyre përfshirë një shtetas italian janë në arrest në burg, ndërsa një ekonomiste është në arrest shtëpie. Të ndaluarit ushtronin funksione si administrator biznesesh. 2 persona janë arrestuar për vjedhjen e një kasaforte me 15.000 euro në banesën e mjekut Dritana Lushani në zonën e Zogut të Zi. Në pranë garan Arbnur Xhimaj 40 vjeç dhe Ledian Gjoka 38 vjeç, të dy me precedent penal për vjedhje. Policia sekuestroi automjetin e përdorur në ngjarje, ndërsa pamjet filmike tregojnë momentin kur kasaforta u zbrit me ashensor dhe u fut në makinë. Ka shkuar në 5 numri të dyshuarve për përfshirje në vrasjen e Ermir Dedias, 29 vjeç, i ekzekutuar me armëzjarri në qytetin bregdetar të hënën në mbrëmje. Policia ka arrestuar Erion Donin dhe Klodian Berishën për sigurim të kushteve për vrasje, ndërsa 3 të tjerë për fshirje një maroken janë shpallur në kërkim. Hetimet zbuluan kontrabandimin e 2 automjeteve, njëri prej të cilëve u përdor në krim. Dedia kishte precedent penal për drogë dhe armbajtje pa leje. Lajme nga rajoni. Legjislatura e 9 e Kuvendit të Kosovës nuk është konstituar as në tentimin e 26, megjithatë në këtë përpjekje ka pasur një ndryshim. Kryesuesi Avni Dehari ka njoftuar se seanca e ardhshme do të mbahet nesër. Kjo zhvendosje nënkupton mundësinë e pushimit për festën e Bajramit të premten e 6 qershorit. Malizi planifikon të nisë prodhimin e dronëve ushtarak në bashkëpunim me një kompani amerikane, ndërsa seria e parë do t'i dhurohet Ukrainës. Qeveria malazeze thotë se kjo nismë përforcon industrinë e mbrojtjes dhe kapacitetet e ushtrisë në kuadër të NATO-s. Projekti do të mbështetet me deri në $15 milion nga administrata amerikane. Data e nisjes së prodhimit ende nuk është bërë e ditur. Lajme nga bota. Giorgia Meloni dhe Emmanuel Macron u takuan në Rom për të forcuar bashkëpunimin franko-italian dhe për të koordinuar qëndrimet mbi sfidat e Bashkimit Evropian. Ata riafirmuan mbështetjen për Ukrainën dhe bën thirrje për më shumë investime në mbrojtje, teknologji dhe industri. U ranë dakord të përgatisin së bashku Këshillin e Ardhshëm Evropian. Samiti i radhës do të mbahet në Francë në 2026. Tarifat e reja të vendosura nga administrata Trump mbi importet e aluminit dhe çelikut nga pjesa tjetër e botës hynë në fuqi sot në mesnatë. Me rritje nga 25% në 50%, masa synon të mbrojë industrinë amerikane të çelikut, por pritet të nxjisë tensione me partnerët ekonomik dhe të rrisë kostot për prodhuesit vendas. Kritikët paralajmërojnë pasoja globale dhe hakmarrje tregtare.
Lideri suprem I Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka refuzuar propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një marrëveshje të re bërthamore, duke e quajtur atë në kundërshtim me interesat kombëtare të Teheranit. Ai theksoi se Irani nuk do të heqë dorë nga pasurimi I uraniumit, një kërkesë kyçe e Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e mosmarrëveshjes bërthamore. Bisedimet mbeten të bllokuara ndërsa Trump ka rifilluar fushatën e presionit maksimal ndaj Iranit. I dërguari Donald Trump për Ukrainën Keith Kellogg paralajmëroi se rreziku I përshkallëzimit bërthamor po rritet ndjeshëm pas sulmeve të Ukrainës me dron ndaj bombarduesve rus në bazat ajrore në Siberi dhe veri të Rusisë. Kellogg theksoi se sulmet ndaj infrastrukturës bërthamore mund të nxisin reagime të paparashikueshme, ndërkohë raundi I fundit I bisedimeve Rusi-Ukrainë nuk solli përparim me palët në qëndrime të kundërta. Qendrat e ndihmës së Fondacionit Humanitar për Gazën u mbyllën përkohësisht sot pas paralajmërimit të ushtrisë izraelite se rrugët drejt tyre janë zona lufte. Të martën 27 persona u vran pranë një qendre ndihme në Rafah. OKB e cilsoi të papranueshme vrasjen e civilëve ndërsa Izraeli po heton ngjarjen. Numri I viktimave në Gaza ka kaluar 54.000, ndërsa Këshilli I Sigurimit pritet të votojë një rezolut për armëpushim që Shtetet e Bashkuara mund ta bllokojnë me veto. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Dogo. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.